Kandidati ashes për Bashkinë e Kavajës, Elviso Roshi, ka mirëpritur homologun e tij për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj. Me një takim të përbashkët në Golem, dy kandidatët ftuan të rinj të votojnë alternativën që mendon për ta. Roshi u ka shpjeguar të rinjve që kreu i opozitës është alternativa që ai cilësoi mashtruese e qeverisjes lokale prej të djathtëve. Ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, që sot është kryetari i opozitës, nga turpi i madh që nuk del Tiranë të gënjej akoma, vjen në Kavaj, kërkon të gënjej qytetarët e Kavajës, duke thënë që do ulin taksat në Bashki Kavajë, kur Bashki Kavaj ka taksat më të ulta në Shqipëri, duke thënë do ulin 25% thotë energjinë elektrike, do vetë thojë rajonit. Trami dhe metroja kur fillon në Tiranë? E mbaroi. Në të njëjtën linjë ishte edhe kandidati për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj. Jo ata që janë Kavaj, po kushdo që është jashtë. Kush ishte kryetar bashkie para Roshit? Mendoni që ishte një xhep rrugës së Durrësit në Vlorë, ku nuk do të asnjë gjë. Njerëzit nuk dinin çfarë punë bëjnë Kavaj. Njerëzit nuk dinin kush ishte kryetari i bashkisë dhe çfarë gjëra konkrete bënte për Kavajën. Dy kandidatët për dy bashkitë kryesore të qarkut të Tiranës u zotuan për ndërtimin e rrugës së shkurtër Tiranë-Pezë-Kavaj.